Përshëndetje, 1 në 3 familje shqiptare është e prekur nga emigracioni. Kjo shifër tregon se fenomeni i emigrimit nuk është vetëm periferik, por një shqetësim serioz për ekonominë shqiptare në kushtet kur 2.2 milion shtetas shqiptar jetojnë në përbot. Kjo do të jetë tema për cilën do të diskutojmë ditën e sotme me ekspertin e ekonomisë, zotin Fatos Çoçoli. Zoti Çoçoli, faleminderit që jeni në studio. Faleminderit për ftesën, Elizë. Fillimisht, nga 2.4 milion banor që ishte rezultati i censit të vitit 2023, Shqipëria po rrudhet dhe ka rënë në 2.3 milion banor në vitin 2025. Por cilat janë arsyet se përse emigrojnë qytetarët shqiptarë drejt vendeve të Bashkimit Evropian kryesisht, por edhe më gjerë? Shifrat e Instat tregojnë se 70% e qytetarëve shqiptar emigrojnë për arsye më të mira ekonomike, ku futet punësimi, por edhe paga më e mirë. Në vend të dytë janë arsyet familjare me 16%, më pas vjen arsimi me 6% dhe 8% i përket arsyeve të tjera. Zoti Çoçoli, kur ne shikojmë këto shifra dhe që largimi më i madh vjen për arsye ekonomike dhe për mungesë punësimi dinjitoze, paga dinjitoze, cili është komenti juaj? Pse ende shqiptarët emigrojnë për punë në kushtet kur biznesi jon vuan për punonjës? Është mëse e dukshme, Elis, që raporti të ardhurave që marrin qytetarët tanë këtu, kur janë punësuar, përveç problemeve për të gjetur punën e dëshiruar, me një punësim që sigurojnë në vendet e Bashkimit Evropian, në vendet perëndimore, është 2 deri 3 herë më i lartë. Pra, në rast se këtu, mesatarjen që ne kemi arritur sot, të administratës sonë publike, kemi 1.000 euro rreth kësaj shifre, apo në sektorin privat mund të lëkundet 900 apo edhe më shumë se 1.000 euro në bazë të sektorëve dhe në bazë të natyrës së punës, jashtë sa po shkojnë të paktën 2.000 euro e kanë dy fishin më të lartë. Për të mos folur për vende që kanë, si thua, të ardhura më të larta, siç është Britania e Madhe apo Gjermania, që rroga e tyre në krahasim me çfarë do të merrin në Shqipëri ose marrin përpara se sa të emigrojnë, është 3 deri në 4 herë më e lartë. Kështu që kuptohet që ai 70% që qëndron i plot, pra është arsye ekonomike e të ardhurave më shumë që qytetarët tanë sigurojnë duke emigruar. Zoti Çoçoli, po ikin po një pagë më të mirë. Marrin 2.000 euro, 3.000 euro, 4, varet në varësi të punës që ata bëjnë dhe shtetit ku ata shkojnë. Po kostot e jetesës, shpenzimet, qiraja e apartamentit, a nuk ja ulin këto pagën që ata marrin atje në nivelin, le të themi, që mund të marrin dhe një pagë këtu në Shqipëri, por kanë banesën e tyre? Sigurisht, ja ulin, nuk mund të themi që edhe duke filluar nga pragu minimal, paga 2 herë më e lartë, pra 2.000 euro, nuk ke për shembull kostot e shtëpisë me qira. Megjithëse ju e thatë me të drejtë, një arsye tjetër është edhe fakti që kanë të afërmit e tyre në emigracion. Pra, kjo u krijon mundësinë që për shembull të përjashtojnë qiran, sepse dikush që shkon, një i ri, mund të shkojë të flejë tek e motra apo tek një kushuri i parë. Ne jemi të tillë që kudo ku jemi në botë e gjejmë një dhomë apo e gjejmë një krevat për njeriu ton të afërt, madje edhe për mikun, jo vetëm për kushuritë tanë apo njerëzit akoma dhe më të afërt. Kështu që kjo është arsyeja që i kanë bërë llogarit dhe prap, edhe me 2.000 euro, pra edhe me një pagë vetëm 2 herë më të lartë, edhe pse kanë shumë shpenzime të nivelit të taksave, se atje janë shtete me taksa të larta, dhe të qiras juve përmendët sërish, i del më mirë se sa të qëndroj këtu edhe të marrë një pagë që ne e dim se sa është. Zoti Çoçoli, ndoshta do të ishte pak e vështirë për të gjetur një element që do ta frenonte emigrimin, por mendoni ju, gjykoni që ka një formulë që mund ta frenoj disi këtë largimin masiv, se emigrimi gjithmonë do vijojë, po të paktën janë shifra kaq masive siç thonë institucionet. Faleminderit për të pyetje, Elisë, vërtet këtu është gjithë strumbullari i politikës sonë për të mos e boshatisur vendin. Pra, gjëja e parë nuk është e lehtë dhe për ata. Edhe pse mund të kenë të ardhurat 2 herë, 3 herë, 4 herë më të larta, prap mendojnë mirë përpara se të vendosin. Pikërisht në këtë fakt që nuk e kanë të lehtë të largohen nga shoqëria, nga njerëzit e afërm këtu dhe pastaj të largohen në një vend që nuk e njohin edhe që ka sfidat e veta, ne duhet të përqendrojmë të gjithë politikën tonë. Së pari, ju e dini që neve duhet të kemi gjithnjë e më shumë paga më të larta. Qeveria po e bën këto 2-3 vitet e fundit, ne e dim, kemi folur shpesh. Po biznesi privat si duket nuk po e ndjek në atë ritëm. Po e ndjek, megjithatë kemi folur dhe për atë sëmundjen tonë masive që është trukimi edhe
Prap duket paradoks që shtetit ketë mesataren e pagave më të larta, po në fakt nuk qëndron ashtu. Mesataren më të lartë e ka privatësisht normal në gjitha vendet të ngjashme me ne, edhe në rajon Elis, por për shkak të trukimit del mesatarja më e ulët. Kështu që neve duhet kryesisht të punojmë me rrogat, po punohet, duhet ishte punuar shumë përpara, më mirë vonë se kur thot populli, po të paktën këto 2-3 vitet e fundit ne kemi folur shpesh, pagat po rriten. Ama nuk janë në atë nivel sa të bëhen të konkurrueshëm dhe të thonë njerëzve, të shtyn njerëzit tanë të mendojnë 2 herë, 3 herë, 10 herë, 100 herë përpara se sa të lënë vendin. Vazhdojnë ta lënë vendin me dëshirë, edhe pse kanë këto privime në emigracion. Emigracioni asnjëherë nuk është i lehtë. Por ama këtu ne duhet të shohim masën kryesore, të vijojmë të rrisim pagat ndjeshëm. Zoti Çoçoli, ne kemi evidentuar disa nga pasojat që sjell fenomeni e emigrimit në ekonominë shqiptare. Dominojnë, le të themi, pasojat negative. Vetëm një pasojë kemi evidentuar si pozitive, por do t'i ndjekim fillimisht se cilat janë disa nga pasojat që sjell largimi i shqiptarëve dhe jo vetëm i shoqëruar me ulje të lindshmërisë, por edhe me plagje të popullsisë. Pasoja kryesore është mungesë punonjësish për bizneset, që sapo e cekëm. Pasoja e dytë ka të bëjë me rritjen e kostove për ekonominë, cënimi i skemës së pensioneve, ulja e produktivitetit në ekonomi, kurrje të ardhurave dhe konsumit, dhe pasoja pozitive që ne kemi evidentuar është rritja e remitancave. Pra, zoti Çoçoli, njësër pasojash negative, të cilat mund të përkthehen me një kostor reduktim ekonomie deri 0.5% sipas Bersh, dhe le të themi më e cënueshmja nga gjithë këto pasoja mbetet skema e pensioneve. Sigurisht që kush, si thua, nga gjithë kjo situatë me emigrimin ton masiv në këto 2 dekadat e fundit, 2 dekada e gjysmë, Elis, vuan më shumë është pikërisht pensionistë ynë. Ju e thoni me shumë të drejtë, fakti që nuk kemi më krah pune që të kontribuojnë në skemë, më përpara ne kemi patur një raport gati edhe 2-1 të kontribuesve me përfituesin. Tani e kemi gati 1-1. Kjo çfarë tregon? Kjo tregon se tharja e burimeve të punës, të krahut të punës, për shkak të emigracionit, ka bërë që skema e pensioneve sot vijon të mbështetet me patoric nga buxheti i shtetit. Pra ne i marrim çdo vit, ti e di, të paktën tani që flasim është 160-180 milion euro, po ka qenë dhe 300, ka qenë dhe 400 milion euro. Deficiti që përballohet nga çfarë? Nga para që neve mund t'i kishim quar pikërisht për arsimin publik, mund t'i kishim quar për shëndetësinë publike, mund t'i kishim quar për të rritur akoma dhe më shumë vetë pensionet e pensionistëve tanë. Kështu që unë gjykoj se pasojat janë shumë të forta dhe duhet një politikë aktive që këto të paktën të zbuten, nuk është se do të kalojnë, të ikin, të jetë me shumë të drejtë. Emigracioni do vazhdoj, por ama kjo pasojë shumë e fortë, çfarë është? E them, mungesë kronike në tregun tonë të punës. Nuk ka punonjës. Dhe prandaj edhe po përpiqemi të marrim nga jashtë, por janë problematika, ndoshta do t'i cekim. Zoti Çoçoli, por në kushte kur ne kemi një problematikë kaq të ndjeshme me mungesën e, le të themi, të kontribuesve për shkakun e pensioneve, nuk duhet të ishte përshpejtuar rishikimi i skemës pra për t'u përshtatur kushteve aktuale, sepse ndjes, edhe me rezultatet e censit, ne kishim marrë, le të themi, një sinjal që po arrim në një pikë që nuk është pozitive për skemën. Ke shumë të drejtë, madje edhe nuk kishim se të prisnim për censin, sepse ne e shikonim që niveli i emigracionit ishte nga 30-40, madje edhe 60.000 kanë qenë në vit. Që kanë ikur në vit, që janë larguar vendit. Kemi zbritur diku te 29.000. E the, po, me 2.3 milion banorë sa jemi tani në 2025, që sa mbaroj, 60.000 vetë është një shqetësim, është një alarm i jashtëzakonshëm. Neve jemi sot që flasim, vendi 4 në Evropë me plakjen më të shpejtë, që është realisht, do shta edhe këmbana akoma dhe më e fortë. Po përpiqemi me bonusin e bebeve, me ca gjëra tjera, po që janë vetëm disa shiringa që e mbajnë pacientin aty, por ama ky pacient nuk shërohet, është i shtrirë, që është ekonomia jonë, që është shoqëria. Zoti Çoçoli, për të mbetur pak edhe tek pjesa pozitive që ne kishim evidentuar nga largimi i shqiptarëve, pra shtimi i diasporës ka rritur në mënyrë të ndjeshme, remitancat vit pas viti. Por duket sikur xhepi i qytetarëve nuk i përjeton, le të themi, apo nuk i shijon siç i ka pas para një dekade për shkak të kursit të këmbimit. Pra, a mund të konsiderohen dhe remitancat tashmë një burim i mjaftueshëm për të mbajtur familjen në Shqipëri? Nuk është i mjaftueshëm.
është burim ndërkryesor, sidomos për popullsinë tonë që jeton në zonat rurale, që kanë dhe emigracionin më të fortë krahasim me zonat urbane. Njëkohësisht është burim shumë i mirë të ardhurash dhe për ata që kanë të ardhura modeste, të kesh një njeri tëndin që të punon jashtë, është vërtet një mbështetje e jashtëzakonshme. Burim të ardhurash edhe për vetë pensionistët tanë, që mund të jenë kryefamiljar tu, por i kanë fëmijët e tyre jashtë vendit. Ndryshe do ta kishin shumë problematik. Mbjetesën, gati, me pensionat që neve kemi sot. Kështu që as që diskutohet që është një pasojë pozitive, por kjo pasojë pozitive nuk mjafton sepse është një armatë e tërë me pasoja negative që këta njerëzit tanë që i duam këtu janë jashtë. Prandaj edhe nuk të ngrof fakti që remitancat, dërgesat e emigrantëve tanë janë në nivele rekord. Nuk të ngrof më si që të ngrohte, ju e thatë me të drejt para 10 vitesh, para 20 vitesh. Po kur euro ishte shumë e lartë. Ishte një rrogë e dytë e tretë në familje. Sot, edhe pse është gryer, ju e përmendët, mos harrojmë, kemi rreth 18% rënje të kursit të këmbimit në këto 5-6 vitet e fundit. Sepse në një dekad ka arritur 30%. Pikërisht, por të paktën ka qenë 1230, 1170, më kërkojnë dje se po flas me lekun e vjetër që të kuptojnë qytetarët, tani është 960, 970. Kështu që kjo sjell që të kuren, ju e thatë, për para 2 dekadash me 30%, tani për para pak 5-6 vjetësh me 17-18% nuk është pak fuqia e blerëse e remitancave tona, dhe pse janë rritur, ka rënë. Zoti Çoçoli, ju e cekët disa herë fenomenin e largimit të shqiptarëve që qeveria po tenton ta mbush të paktën bushllëkun disi me punonjës të huaj. Prej vitesh tashmë qeveria shqiptare ka deklaruar se është në negociata me shtete të tjera për të marrë punonjës të huaj nga ndej. Prej më shumë se një viti, shteti shqiptar është në negociata me Filipinet për të marrë rreth 40.000 punonjës, por së fundmi është bërë ditur që edhe me vendet të tjera siç është Indonezia apo Myanmar, po bëhen negociata për të fituar krah pune. Sipas të shifrave zyrtare që ne kemi siguruar pranë institucioneve, bëhet fjalë për 27.000 të huaj që jetojnë aktualisht në Shqipëri dhe vetëm vitin e kaluar janë bërë 19.000 aplikime për të fituar një leje qëndrimi në Shqipëri, ku dominon arsyeja kryesore e punësimit. Shtetet me numrin më të madh të aplikimeve janë India me 2.691 aplikime, Filipinet me 2.415 aplikime, ndjekur nga Italia me 2.239, Egjipti 2.198, më pas është Kosova me 1.813, Turqia 1.421, VMSHBA, Myanmari që vjen si risi le themi në këto shifra me 504 aplikime, pasi ne po marrim fuqi punëtore nga ky shtet, dhe më pas është Rusia dhe Ukraina. Zoti Çoçoli, kur ne shikojmë këtë tabelën, duket sikur më shumë vëmendja po shkon drejt vendeve të treta, ndoshta të cilët ne i konkurrojmë me paga, por do të na bashkohet në një lidhje direkte edhe një, le të themi, një qytetar nga këto vende për cilat ne flasim, i cili ka vite tashmë që jeton në Shqipëri, për të na treguar eksperiencën e tij, pse vendosi të vinte në Shqipëri dhe se çfarë punë bën konkretisht. Përmes një lidhje direkte do të na bashkohet zoti Donald Fa. Përshëndetje. Përshëndetje Donald. Përshëndetje. Donald, ne dim që ju ka vite që keni ardhur në Shqipëri, por pse vendosët njerë të vinit në Shqipëri? Pse Shqipëria? Shqipëria, sepse kompania im në Afrikë kam pas lidhje me një nga domat sektis tu në Shqipëri. Ju çfarë pune bët kur erdhët fillimisht në Shqipëri? Fillimisht jam konsulent biznes, fillimisht kam hyrë në diskutim me disa biznes shqiptar, për të shikoj mundësi për ato biznes për të shet marrë në Afrikë ose për të ble produkt nga Afrikë. Po çfarë ka të mirë Shqipëria, le themi më shumë se sa vendi nga ju vini? Dëgjoj, tu në Shqipëri ka respekt për drejta e njeriu, më shumë se vendi ku vini ne. Me pagat, si keni parë nivelin e pagave? Konkurojnë Kamerunin në standard? Po, niveli paga konkurojnë shumë Kamerunin e vendet e tjera afrikanë. Sa është paga mesatare atje? Për sa mund të flasim? Paga mesatare është afërsisht 100 euro. Në raport me Shqipërinë, pas ka të goxha diferencë. Ju si e keni parë marrëdhënien e biznesit në fakt këtu në Shqipëri me punonjësit? Pra, jeni ndjerë komod, keni pasur ndonjë problematik gjatë kohës që ju keni jetuar dhe punuar në Shqipëri?
Po, gjithmonë do kesh problem mes punëdhënësve e punëmarrjes, jo problem aq i madh, po gjithmonë kompania tu në Shqipëri jam të permisoj, jam të bëj më mirë. Sepse të fillim ju e dini se kompania shqiptare se ka mësuar për të punuar me të huaj, sidomos nga me afrikan. Po pa nga pak ata ka mësuar, ata janë të ndryshosh çik gjëra, po jemi komod deri tani. Ju, cila ka Ka qenë disa problematika, po. kush ka qenë një element, le themi, që ju e evidentoni si negativ dhe një element që e evidentoni si më pozitiv në tregun shqiptar? Si negativ në tregun shqiptar, unë mendoj se kompania gjithmonë nuk mendoj më shumë për akomodimin të punonjës. Duhet të mendohet më shumë për t'i akomoduar punonjësit që merr nga jashtë. Shumë e drejtë. Jo, për të jep akomodim më cilësor. Nëse vendos për të jep një akomodim, do jep një akomodim cilësor. Ose disa kompania ose nuk jep akomodim cilësor. Ka doma pa zgjitare. Pa. Ju e keni menduar ndonjëherë që të largoheni nga Shqipëria? Pasi erdhët, le të themi, në Shqipëri të punonit. Jo, akoma jo. Zot Çoçoli, nëse keni një hyrje? Po, praktikisht këtë pyetje kisha unë për Donaldin, po Donald, kemi patur disa eksperienca me miq që na kanë ardhur nga Bangladeshi, nga disa vende të tjera dhe që erdhën në fakt deklaruan që do të qëndronin këtu, por menjëherë sapo u rregulluan këtu, kaluan për në Itali edhe pastaj për në vende të tjera të Bashkimit Evropian. Dhe pikërisht kjo është pyetja. Juve e thatë përgjigjen tuaj që dëshironi të vazhdoni të qëndroni këtu, por edhe ata që janë ose bashkëkombasit tuaj, ose të njohurit tuaj që vinë nga këto vende, nga India, nga Filipinet, si gjykoni më shumë do të dëshironi të vazhdojnë të qëndrojnë në Shqipëri, apo e kanë mendjen më tepër për vendet perëndimore të Evropës? Okej, do flas për afrikan, sepse jam më shumë, unë kaloj më shumë kohë me afrikan, e unë e di eksperiencë e afrikan. Shumica afrikan ndjen mi në Shqipëri e duan të rritu. Për shembull, përpara ne kemi para 8-9 vitesh kemi qenë afërsisht vetëm 50 veta tu. Po tani kemi rritur shumë, jemi më shumë se 500 veta tu në Shqipëri. E shumica ndjen mi e duan të rritu. Ata që largohen nga Shqipëri, janë ata që vinë tu edhe kushtet të punës nuk janë mirë, e prandaj largohen. Po shumë pak janë njerëz që vinë nga Afrika e që duan të iknë në Europë direkt. Shumica vinë tu, rrinë tu, punon tu, po ku ka problem me punëdhënësie ose kushtet e puna nuk janë mirë, prandaj ata vendos për largohen. Donald, vet ju keni sjell bashkombas tuajt në Shqipëri për të punuar? Po, ka shumë që di, imigracion ka gjëra të veta. Për shembull, ku shko një person në një vend, një shok ose një vllaj, do vi kushiri, do vi shok, do vi shumë veta nga mbrapa. Ku punojnë? E ashtu në Shqipëri. Në çfarë sektor janë pak a shumë të punësuar? Të punësuar shumica afrikanë tu janë punësuar në hoteleri e në ndërtim. Si e kanë eksperiencën e tyre në sektorin e hotelerisë shqiptare? Pra, e ndjejnë do pak të diskriminimi, le të themi, apo si ka pritur, le të themi, Shqipëria? Jo, Shqipëria ka pritur mirë. Më përpara kam pas çik në diskriminim në vit para 5-7 vitesh, po tani shqiptar ka mësuar me të huaj, sidomos me afrikan, e tani ata që vinë tani ndjen mirë. Ju e thatë që në nisje të intervistës që ju jeni shumë i kënaqur me jetesën tuaj këtu në Shqipëri, pra jeni ambientuar dhe gjuhën e keni mësuar shumë shpejt, shumë e kuptueshme, por së fundmi, një pyetje të fundit, a keni një apel ju për të gjithë të rinj shqiptar që vendosin sot të largohen nga Shqipëria? Po, dëgjoj, unë mendoj se të rinj shqiptar duhet të rritu, e duhet të kesh çik më shumë durim. Se të rinj shqiptar nuk kanë durim për të mësojnë një zanat ose hyjtë një fush e të ngrit brenda ato fusha. Ata duan lek shumë shpejt, po nuk kanë durim për të rrinë e për të punu. Do të jep një shembull. Ka afrikan që vinë tu me rroga 500.000 lek, ata punon në hoteleri, vinë si pastrus, tani ata kanë ngrit deri sari supervisor ose recepcionist me një rroga më të lartë, ka difushuar rroga brenda 3 vitesh. Po shqiptar nuk kanë ato durim. Ata do thonë jo, ne nuk do punon fare për 500.000 lekë. Edhe ka zanate të tjera.
si zanat profesionist, si hidrolik, si bojaxhi, si saldator, ata nuk buan fare ato punë. Edhe qeveria shqiptare ka punuar më shumë para 1-2 vitesh për të ankurajoj të ri, për të vendos, për të hyrë në shkolla profesional, për të mësoj ato zanat. E unë mendoj se të rinë shqiptar duhet të nxjerrë projekt ose drejtim qeveri, edhe për të arritë në një nivel stabil. Shumë faleminderit për gjitha komentet dhe për intervistën. Faleminderit. Faleminderit. Unë doa të bëj një përshëndetje të shoku im Badi në Imobiliari Argër Kames. Faleminderit. Faleminderit. Ciao. Zoti Çoçoli, ju mendoni se punonjësit e huaj janë zgjidhje për ngërçën e krijuar në ekonominë shqiptare? Ndihmojnë, por nuk është zgjidhje përfundimtare. Ajo që ju i thatë Donaldit qëndron e gjitha, Elis. Pra, të rritë tanë, njerëzit e përgatitur tek ne, duhet shikojnë gjik më shumë për shanset e punësimit tek këtu. E tha shumë bukur në psikologjin tonë në ka kuptuar Donaldi, kur tha që të rritë tanë duan të bëjmë pare me njerë. Pra, është ajo rendja që të jemi pasur ose në qoftë se mbaroj shkollën të bëjmë vetëm drejtor. Kështu që duhet realisht që të rritë tanë të shikojnë shanset e punësimit këtu, sepse ndoshta edhe një jetë e bukur pranë familjes, pranë njerëzve që ti njeh, pranë shoqërisë tënde në Shqipëri mund të ketë vlerë, edhe gjykoj edhe meritjen e rrogave që folëm me Elisë, mendoj se vlera gjithnjë më shumë do të rritet. Zoti Çoçoli, ju e cekët pak që këto bonusi i bebeve apo bonusi i pensionistave janë një ndihmë, por nuk zgjidhin le të themi gjën e madhe. Se mendoni që skema e bonusit të bebeve nuk e nxiti apo nuk e stimuloi shtimin e lindjeve në Shqipëri? Sepse kjo skemë të jep para për një moment. Nuk të ndihmon gjatë rritjes së fëmijës. Në rast se ti si familje vendos të bësh një fëmijë të dytë dhe ke le të themi një shifër që të jepet një herë në kohë, shteti nuk qëndron me fëmijën tënde të dytë gjatë gjithë kohës që fëmija bëhet i pavarur në jetë, bëhet 18 vjeç. Sa duhet qëndroj shteti? Skema duhet të ishte e tillë. Dakord, ti po shpenzon X para, mund të jenë 3, 4, 5 milion euro për bonusin e bebeve. Ti duhet shikosh 20 milion ti vësh për çfarë? Për një fond që ky fëmijë të filloj çdo vit të shtohet ky fond si ndihmë nga shteti, sidomos për familjet që janë me të ardhura modeste, në mënyrë që të nxitet pikërisht fëmia, lindja e fëmisë së dytë apo fëmisë së tretë, edhe ndoshta edhe fëmisë së parë, se ka familje me shumë të ardhura të dobta që as nuk e mendojnë për shkak të vështirësive, privacioneve ekonomike, Luis, që të bëjë një fëmijë. Pra, deri këtu kemi arritur. Këtu patjetër shteti duhet të ketë një ndërhyrje. Ka qenë një ide e një partije, po s'ka rëndësi ka pozitiviteti i idesë. Ka qenë dhe fakt një premtim elektoral i Partisë Socialiste që do ta rishikonte. Nuk e kam mbajtur deri tani dhe unë i bëj thirrje përmes emisionit tënd dhe të falenderoj që ma solle këtë shqetësim edhe këtë premtim. Pra, në rast se ne duam si shtet që t'i qëndrojmë afër të përsalindurit, jo vetëm jepi 400.000 lekë vjetra për fëmija e parë, 800.000 fëmija dyta, apo 1.200.000 vjetra, fëmija e tretë. Se ato para shkrim brenda 3 muajsh. Ky fëmijë ka nevojë të kujdeset për 18 vite rresht, që ndroi aty. Nuk po themi që me këto shifra, por ama krijoi një fond, sado modest, por ama krijoi që prindi ta kuptoi që ka dhe dorën mbështetëse të shtetit, sidomos kur të ardhurat nuk janë të një niveli dinjitos. Kjo, për mendimin tim, është kryesorja që ne të nxisim realisht, Elis, lindshmërinë më shumë se sa tashti. Ne kemi patur në fshat 5 fëmijë kemi patur në përpara, apo në qytet 3 paprik. Ka ndryshuar modeli i familjes, ama shteti përmes kësaj politike mundet të paktën të arrisi me 20% lindshmërinë tek ne. Zoti Çoçoli, faleminderit që ishte. Faleminderit juve për ftesën. Për të gjithë qytetarët, jo më kohë të lam çështjen e bonusit të bebeve në fund, pasi qeveria është në diskutime për ta rishikuar skemën aktuale të bonusit të bebeve, e cila ka 6 vite në fuqi dhe që jep atë çekun menjëherë pas lindjes së bebit. Skema për të cilën po diskutohet aktualisht në qeveri ka në thelb një mbështetje të përmuajshme. Pra, nga momenti që lind fëmia deri në momentin që mbush 5 vjeç. Nga kjo skemë pritet të përfitojnë edhe ata fëmijë të cilët në momentin që ajo do të hyjë në fuqi, ende nuk kanë mbushur moshën 5 vjeç. Pra bëhet fjalë për pagesa mujore dhe jo vetëm për një pagesë të vetme.
por vlerat e përfitimit ende nuk janë bërë të ditura. Ishte gjithçka e përgatitur për ditën e sotme. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë miropafshim.